thot unë kam këtë letrën, ama kur letra nuk vjet dot në pronë, aty poshtë del një pronar tjetër, ai pronari që aty poshtë është pronar për sa kohë gjykata nuk i ka dhënë drejt ti tjetrit dhe pastaj hiqet ai tjetri, vjet ky tjetri. Për cilën gjykatë po flas? Edhe një herë, nuk po të them o vllai im, nuk po të them o vllai, unë po të flas o vlla, unë po të flas për gjykatën, unë po të flas për gjykatën në tani do të bësh mua të çaj gjykatë, unë gati jam. Po do më prishësh punën me Europën. Po mos më fut në sherr me Europën prap. Unë gati jam të bashkohem me ty, po problemi është që po si ta bëjmë? Po mirë, dakord. Hajde bashkohemi bashk, ti gjejmë shtëpinë gjykatës thua ti tani. Ne ja gjejmë shtëpinë. E po e kapëm ne të dy, bashkë me këtë tjetrin nga mbrapa, gjykatësi nuk ka asnjë shans. Problemi është, kjo është demokracia. Demokracia është kjo. Po si? Nëse i hym kështu, pastaj duhet, po pastaj i bie që po kërkoni nga, po mi më merë, o sapatale nxehta më kanë, po s'është, po më rego, po qatë them, po qatë them unë i shkreti. Unë di këtë, fuqia ime si kryeministër mbaron aty ku fillon fuqia e gjykatës. Më fut mua tani të shajmë gjykatat, merrem me gjykatës, se pastaj i bie që në fund të fare, po ndetëm ne këtu duke marrë me ata, do vinë na kapi të dyve pastaj.